diçka, e ke dëgjuar. Jozi ka dëgjuar se ti je brenda kësaj historie. Ti ke qenë i pari që ke ngrit zërin këto ditë dhe ke thënë që kjo goca po të rynë në marrëdhënien tonë dhe po ajo po flet në gojë të Gertës. Urdhë, po e thot njeriu që ti ke më afër. Ti thua që unë flas në gojë të Gertës. Zemër. Më thuaj një gjë që më ka thënë Gerta dhe kam bërë unë. Atëherë. Jo, më thuaj Gerta një. te ka thënë që nuk po sillet mirë me ty, nuk po të don, nuk është i sinqert, Se unë s'kam si në ballë të shkoj vetë. Ti e fut zemra ime që nja 4 ditë pyetje që ka thënë Gerta dhe po flet shumë keq. Jam totalisht e gjykojmë. Sepse unë flas keq. Nëse s'do më botim, të kam zemër. Jo. I kulturë nuk do më një. Të lutem të E kena diskutuar zemër, do më i qiu këto 4 ditë. Unë mua Gerta, jo Gerta, po unë kam treguar që babi ti apo kush do qoftë tu brenda të vitë më thotë mua çfarë të bëj, unë vazhdo bëj çfarë më do kokra qefit mua. Bravo ti. E kupton? E kuptoj shumë mirë, po. I logjikoj. E ke bë me babin, e ke bë me mu, po me Gertën se ke bë. Po babi s'ka qenë lojtar këtu në shtëpi. Babi është familjari jote, sigurisht. Sa i dhem babit tat për ty nuk i dhem as Gertës as njeriu. Tani ç'a ndodh? Unë dëgjoj Laertin, e shoh një person të zgjuar, si dëgjoj tjetrin. Prap unë vazhdoj edhe, me thënë, dëgjoj Laertin për shembull, i seleksionoj gjërat. Qa më pëlqen, qa s'më pëlqen. Si përfundim, si përfundim, unë mund të marrë diçka. Unë kam një të keqe, unë vazhdoj, unë jam Toro. Unë jam Torus, edhe unë vazhdoj drejt si një tren, me mendimet, logjikën, edhe ca një pyetje unë. O zemra, Toro, qa të pëlqen dhe qa s'pëlqen nga Gerta, që kënë detë ka shumë kohë? Baza, muhabeti si ishte këtu, duan ta qenë këtu. Toro është internacional? Edhe italisht? Se frëngjisht është Toro. No, anglisht është Torus. Taurus. Tani, te Gerta qa më ka pëlqyer? Te Gerta më ka pëlqyer që ka qenë në shumicën e situatave, të paktën ato që më kam përkitur mua, Përkitur mire të mire. Më përkasi, ato që më kam, po, që më përkasin mua, po. E drejt, më ka pëlqyer fakti që ka qenë një grua këtu brenda, e cila ka dhënë një shembull. Për çfarë? Për mendjen, ka qenë mendje hapur. Ka qenë shumë mendje hapur. Ka gjyra, lale, kjo bota gjyra me symë, lale. Jo, shembull, në marrëdhënien time nuk është futur si futur me shembull, Gerta Kiçani, ajo shembull. S'është futur. E turpshme. Tani na fundi u fut, edhe mori përgjegjësitë e saj, edhe gjithë ato që i takonin.